Sokol, si shikoni zhvillimet e fundit në lindjen e mesme, teksa nga një anë ka përpjekje për negociata dhe nga ana tjetër ka edhe sulme ushtarake? Apo në fakt këtë fundjavë kishim emocione shumë të mëdha, se normalisht dihet që në diplomacia dhe luftrat më të egërta kanë një portë të hapur dikur pas shpine, e cila punohet me instrumente të ndryshme për diplomaci, për bisedime, por këtë fundjavë kishim shumë të acaruar nga të dy anët. Në fakt edhe Amerika thotë që ka marrë në kontroll, pra e ka marrë në pronë të veten në disa anije një apo disa anije në det të hapur në vende të ndryshme të botës, e cilat i përkasin Iranit, të cilat thuhet që janë anije private, pra nuk kanë lidhje fare me luftën apo me shenjë thjesht anije biznesi, po edhe në anën tjetër edhe Irani thotë që ka sulmuar, po ata sulmimet të anijeve amerikane janë thjesht për t'i alarmuar, pra që keni kaluar vijen e dur, siç është me të drejtën në detin të drejta e deteve e ujtit, por gjithsesi përsëria e tavolina e bisedimeve me sa duket sot apo nesër do të bëhet diçka për të mbledhur përsëri, po të thuash gati njëjti staf siç ishte një javë më parë në Islamabad, normal në mbikëqyrjen e kryeministrit dhe shefit të shtabit të Pakistanit. Deri tani në orët e fundit Amerika thotë që tashmë po nisen për rrugë negociatorët e tyre, pra siç është dhe ndri Vitskop edhe Vance, por nga Irani njëherë thonë që, më thënë, një pjesë e medias së Iranit, e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, thotë që nuk kemi gjë të tillë, kurse media iraniane zyrtare e shtetit thotë që po do të kemi bisedime, por kushtet nuk janë ato që i folën para një jave, pra nuk baroi armëpushimi, edhe pse sipas kërkesës së Iranit, i cili do të ishte me patjetër edhe Libani pjesë e këtyre negociatave, pra do të pushonte, do të kishim një armëpushim edhe në Iran. Përsëri deri diku u afruan të dy anët në tavolinë, por siç dihet domethënë në konflikte kaq specifike dhe kaq të ngatruara me njëri tjetrin në një gjeografi shumë të madhe dhe me aktor, apo të thuash shumë të gjerë, për shembull në një anë kemi superfuqi më të madhe të botës, po ashtu kemi edhe aleatin e tij më të ngushtë siç është Irani, por nga ana tjetër kemi siç është Izraeli, kurse nga ana tjetër kemi Iranin ku dihet që ka dhe proksiz e veta që i ka shumë të fortë, e cila ka vazhduar domethënë të bëjë ullën sipas strategjisë së vet të Iranit, siç është Hezbollahu, Hamasi apo dhe Houthit, por në fund të fundit u arrit diçka, pra u arrit një gjë e cila thuhet që të paktën e kemi një dritë, ndoshta jo të gjelbër, por të verdhë, për të cilën do të na çojnë në një tavolinë. Pra këto janë përrëndësimet zyrtare nga Amerika, kurse Irani thotë jo, Irani ka shumë pak besim tek Amerika dhe tek Izraeli, sepse dihet dy herë të fundit, pra qoftë vitin e kaluar, për qoftë edhe vitin e kaluar javën 2 javore, por edhe këtë vit që tashmë kemi 40 e sa ditë që ka filluar lufta, Izraeli dhe Amerika kanë filluar bombardimet kur ishim në paqe, pra kur ishim në tavolinën e paqes, ku fliste herën e parë në Gjenevë, por ashtu edhe herën e dytë. Gjithsesi pritet që të kemi të paktën një armëpushim, por duhet të thënë kjo është shumë është një gjeografi apo dhe janë aktorë të ndryshëm në një tavolinë shahull, saqë me të vërtetë të dy anët mundohen që të zgjasin këtë lloj procesi, qoftë procesin e luftës, por qoftë edhe procesin e paqes, të cilat të dy anët duan të dalin fitimtar, por me pa nga ana ushtarake, pra nga ana mallore, me pa Amerika deri me tani, edhe pse ka humbjet e saj kolosale, ka humbjen e besimit tek aleatet e saj, të cilat i paguajnë Amerikës me triliona dollarë, si që në vendet i gjithë përsi Arabia Saudite. Amerika nuk i mbrojti dot, po ashtu edhe Izraeli, i cili është si themi, domethënë në shqip është djali i shirit për Amerikën, është Izraeli, përsëri e gjithë ajo mitologjia e cila mbi Izraelin nuk fluturon dot asnjë mizë dhe jo më që të bien bomba në të, edhe ai mit pra u thye nga ana e Iranit. Pra kemi një gjendje me të vërtetë
Shumë ashtu për nga ana makro, unë për shoh që Amerika pa arritur qëllimet e veta nuk do të ndaloj, e para. E dyta, e gjithë ky armatim po bilet tash edhe për gati 10.000 ushtarë bëhet fjalë që po vinë në lindjen e mesme, pra Amerika po dërgon përsëri ushtarë atje. Duket që me vërtet Amerika e gjithë këtë armatim dhe gjithë këtë sargjim nuk e ka thjesht për Iranin, por e ka edhe shumë më gjerë, e cila është Kinas, që po të thuash të gjithë mbështetjet e saj, qoftë nga Venezuela, Amerika Latine, por edhe Iran tash ja ka bllokuar dhe është një luftë më e madhe gjeostrategjike se sa Irani për Amerikën. Kurse Irani normalisht kërkon për mbikëndres, pra për të qenë si shtet apo edhe si regjim, i cili deri më tani duket që nga ana psikologjike ka një epërsi, domethënë në këtë fushë, por dëmet materiale nga të dy anët janë shumë të mëdha, por edhe nga ana e humbjes të njerëzve, Irani është më me humbje, sepse bëhet fjalë mbi 2.000 të vdekur, kurse për Amerikën e Izraelin normalisht shifrat nuk e dim vetëm ato që janë zyrtare, pra çfarë përndësohen zyrtare, ku me të vërtet kur shohim edhe shumë pjesë të mediave të gjitha anëve, edhe shifrat e Amerikës dhe Izraelit që japin për humbje jetës të ushtarëve apo të njerëzve të tyre, lënë për të dëshiruar, dhe kjo është normale, sepse në çdo lloj lufte propaganda është ndoshta nganjëherë edhe më i rëndësishëm se sa vetë bomba. Nga ana tjetër, a ka brenda Iranit përplasje mes gardës revolucionare dhe presidentit, teksa kemi dy opsione, pra ku media shtetërore thotë që ka shanse për bisedime, dhe nga ana tjetër, nga ana e gardës revolucionare ka një pikë pyetje të madhe sa i përket procesit bisedimeve. Madje një zyrtar iranian ka deklaruar se nuk do ta lëshojnë asnjëherë gjirin e Hormuzit. Pra Irani nuk do të heqë dorë ndonjëherë nga gjiri nga ngushtica e Hormuzit. Në këtë rast, a ka i përplasje brenda radhëve të strukturës shtetërore të Iranit? Apo në fakt nëse e morën nga anat politike të një shteti, pra nga ana e mbrojtësve të një shteti, ka, dhe kjo është ndoshta krejt normale, sepse në çdo politikë që ne europianët e thënë opozit, pra kemi brenda pozitet, kemi edhe opozitën, dhe brenda opozitës kemi edhe pozitën. Pra janë disa gjëra që duhet të shohim ndoshta pak më gjerë, normalisht që ka një si themi, domethënë edhe një debat apo edhe një rivalitet brenda të gjitha forcave, por qoftë edhe brenda forcave të revolucionare të Iranit, por qoftë edhe nga krahu politik, pra siç është Pezeshkiani, Arakçia e të tjerët, kjo mund ta quajmë normale, por ndoshta pra nëse e shohim këtë luftë, i cili sipas prononcimeve zyrtare në ditët e para qoftë nga Washingtoni, nga Pentagoni, nga CENTCOM-i, po ashtu edhe nga Izraeli dhe ministrat e Izraelit, ata pryqin të gjithë që do të kishim një sulm shumë të shpejt, pra ku do të zgjasë 2-3 ditë, apo ndoshta jo krejt si Maduroja, pra për ta marrën me ta futur në tese me çun në shtëpi, por do të kishim një gjë shumë të vogël, se do të zgjedhte, do të përçante domethënë gjithë Irani si shtet, pra jo vetëm thjesht forcat revolucionare, por edhe si shtet do të shpërbënte, siç në agjendje që shkoi Siria apo Libia apo Iraku, por në fakt ndolli e kundërta, e cila këtu neve na jep të mendojmë, edhe pse ndoshta shumë herë që të themi që ishte kështu dhe u bë kështu, por ne të mendojmë që një traditë shtetërore e Iranit, pra duket që Irani po lot shahku, me të vërtetë e lot një gur, pra lot ndoshta një ushtar apo kalin tat, atë përsëri kujtojnë se e bën shahmatat që ke përballë, por realisht jo, sepse dihet domethënë edhe në shah kur fillon loja e parë, masanej pas çdo lëvizje të çdo guri, masanej shtohet edhe mundësia për të arritur, domethënë për të shkuar drejt asaj që ne themi shahmat, edhe nga ana e gjeografike, po nga ana rajonale, por edhe nga ana institucionale, Irani, ne i quajmë që është një shtet diktatorial, islamik e të tjera, por tradita institucionale e të qenies të shtet dihet që Irani është shteti më i vjetër që ende ekziston në forma të ndryshme, pavarësisht se ka pas revolucionet e veta, ka pas tjerë, por është shteti më i vjetër që jeton në botën e sotme, pra bëhet fjalë për një shtet
vjeçar, i cili duket që nuk është krejt ashtu sikur e kujtoshim ne apo sikur ishte ai Irani i luftës 2 javore vitin e kaluar që doli një luan prej kartoni jo, por prej letra, pra domethënë një luan i ngordhur krejt, kurse tani duket që është një luan i plagosur nëse e shohim natyrën e regjimeve apo edhe shteteve të tjera ja arrisin të bëjnë të lozin shah aq bukur sa që me të vërtet është e pamundur nga kundërshtarët e tij apo nga pushtuesit e tij apo nga sulmuesit e tij apo edhe nga agresorët e tij që ta ulin në të durën, sepse për shembull Irani me ngushtisjen e Hormuzit kapi domethënë në dorën e vet një bombë shumë më të rëndësishme se sa bomba nukleare, pra shumë më të rëndësishme se bomba atomike, por normalisht tashmë dihet që sipas të dhënave zyrtare të Amerikës, sepse nga Irani nuk e dim se sa janë të dhënat, sepse nuk prononcohen, por duhet fjalë për 13-14.000 objekte shumë të rëndësishme të një shteti, pra sa do mas që të jesh, pra do të thotë që je barrash me tokën deri diku, por me sa duket gjeografia Iranit i jep një forcë krejt ndryshe Iranit, por në të gjitha aspektet këtë duket që do të kemi, pra domethënë një faqe, por a do të vazhdojnë e gjitha problemi është Irani a do të vazhdojnë si shtet aty apo jo, dhe Amerika a do të arrisi të ta bllokojë një herë për gjithmonë, paktën për dekada me radhë, atë rrugën e mendash që ka bërë Kina pra prej më shumë se gati 2 dekadash, ku bëhet fjalë për triliona dollar investim të cilat të gjitha tashmë kanë kaluar në influencën e Amerikës. Pra dhe këtë nëse i shohim kështu normalisht që do të kemi një paqe, por kush do të jetë më fitimtar, sepse fitimtar nuk ka në asnjë lloj lufte, nuk ka fitimtar, por nga ana gjeostrategjike me sa duket Amerika do të bëjë një marrëveshje me Iranin ku do t'i lëjë Iranit atë që kërkon Irani, sepse dihet kur çdo lloj lufte që bëhet, nëse në fushë është tjetër dhe në strategji është tjetër, vazhdimisht e prioritet e ka ai fushës. Pra dhe këtë të paktën deri më tani duket që Irani ka një priori, pra është më i lartë në fushën, sepse të gjitha aleatet e Amerikës atje ka arritur t'i godasi domethënë në një mënyrë të papritshme, e cila nuk u priste nga ashtu, pra shtetet e gjithë përsi Gadishullin Arabik, dhe kjo thuhet që ende nuk ka futur të gjithë prokset e vet Irani, pra bëhet fjalë edhe për ngushticën tjetër atje ku janë Husit, ku do të arrisin të kontrollojnë zonën atje. E kemi një strategji e cila për Amerikën është shumë më e lehtë normalisht, sepse është 10-12 kilometra larg, kurse për Iranin që them ne digjet shtëpia jote aty. Gjithsesi këtë javë besoj që do të kemi një lloj marrëveshje, por nëse nuk do të kemi marrëveshje, pastaj me të vërtetë do të shkojmë tek ato fjalët e Trumpit që ju kujtohen që thotë do ta kthejmë Iranin në kohën e kurit. Pra, edhe pse kjo me thënë një fjalë, një lider të tillë, një fjali të tillë është krime kundër njerëzimit, janë krime lufte. Gjithsesi tashmë nuk kemi institucione që mund të kontrollojnë pra gjërat e tilla, pra i Kombet e Bashkuara dihet domethënë që tashmë kryeministri i Izraelit kërkohet për krime kundër njerëzimit, për krime lufte, domethënë me barbarizma që janë bërë në historinë e njerëzimit, por nuk ka asnjë institucion që të thotë ndal, stop tani këtu. Pra edhe Amerika mund të bëjë çdo gjë dhe nuk ka kush të thotë stop, sepse nëse nuk ka rival që të thonë stop, ai e bën çfarë të dojë, dhe deri më tani ka bërë çfarë të dojë, sepse duket domethënë reagimet e Kinës dhe të Rusisë që mendohet që janë domethënë rival gjojat e Amerikës, por me sa duket janë rival në letra dhe jo në fushë, pra jo në strategjinë që çfarë bën Amerika me ju kundër përgjigjur ato. Kështu që Rusia ka 4 vite e saj që është në luftë dhe po humb të gjithë energjinë e saj atje, e cila nuk po i del e drejta, nuk po e pyet kush më për askund, edhe zonat e influencës së saj qoftë nga Amerika Latine, por edhe në lindjet e mesme, por edhe në Europë dhe në pjesët e tjera ish Bashkimit Sovjetik, influenca amerikane po vjen ditë a ditës duke u shtuar.